Ja mirë sepse kemi mbajt mend gjithë jetën. Gjithçysh, po s'ka me arru kohë, patjetër. Mirë, le të prezantojmë pak me shikuesin, kush është Rinesa, çka bën Rinesa? Unë te audienca njihem si Rinesa Rinushi, jam një nonë e re, që kom fillu me bo TikToka prej që 3 muaj e gjys. Edhe se komendua as pak që ka me shku qështu që shka shku, kom ri me kriju një audiencë shumë të madhe, një pëlqim shumë të madh, që jam shumë falenderuse. Çka të bone me shku viral edhe me shku në telefonët e flit nanave dhe jo vetëm? Menoj pak një stil original ose një stil i jemi autentik që e kom kriju prej fillimet edhe e kom bajt. Pak ato shprehjet e mia ose vallëzimi, këndimi, muzikat e çuditshme, po dhe raporti me vjerrën. Raporti me vjerrën? Po, e kam një raport shumë mirë me vjerrën, që të çuditërisht dhe njerëz shumë e çuditshme. E du shumë, e përshëndet shumë. Po. Qet në TikTok edhe vjerrën e ke Po. Ndoshta më e famshme se unë është vjerra. Definitivisht. E qysh ky raport ka që kanë shumë, se historikisht njën... Si di, ashtu prej momentit kur jemi taku, veç kena klik me njëherë, është shumë e mirë, është shumë bës, edhe e du shumë. Po më duket ka fillu me ndryshu ky raporti për shkak se janë largu ato barierat që duhet patjetër me pas një distancë në mes nusës edhe vjerrës, edhe gjatë kësaj kohe na ka dëshmuar dhe shumë kush, sigurisht edhe Rinesa me vjerrën e saj. Po, vjerrat janë edhe të mira, nuk janë. Po, edhe vjerrat mira, shumë. Padyshim. Sepse edhe nana tona janë vjerra, po dhe nene ditë kemi më bo vjerra, padyshim. Mu qysh në videon e parë kur e ke publiku ka ndikur vonë kur më ka dalë dhe e di hala pa i bë ndoshta 5000 views sa u kanë që tash i shkel me 200.000, 300.000, 500.000 ndoshta edhe më shumë. Edhe kom thonë Rinesa Dheze. Nuk të kom njohur, po në bazë të kontentit të parë që e ke publiku. Qysh e pritet krejt atë audiencë, sepse ka qenë ndoshta pe influencerëve të çka kom pa në TikTok shpërthimi më i shpejt dhe më i madh ka qenë ai yte. Definitivisht, mi ju tregu drejt, me qenë sinqert, e kom prit që ka me marrë nashta pëlqen, po jo gjithë që të pëlqen të madh. U kun kështu kres, sidomos kur e kom vrejt dallimin më të madh që u kun në marketin e lagjës edhe në kafen e lagjës unë e dal çdo ditë. Kanë fillu njerëz me më njohë prej TikTokut edhe me më fol, edhe mi u pëlqy tepër, mi bu ato shprehjet e mia, edhe që ato e kom vrejt që, okej, wow, jam çudit shumë. Unë e kam veç edhe një pyetje rreth platformës tone, ti e ke qenë TikTokun për me lani kredi. Qa ka të vërtet në këtë mes? Pasha gjatë, valla jo, ale jo, edhe pak. 3 muaj besoj që kryet ajo punë. Jo dhe jo, po s'pedi njerëz, po mendojnë që veç se e kom kry, po jo hala s'u kry. Pasha qatë Peugeot tem, e du shumë. Peugeot, tim. Edhe për qatë Peugeot jem hi në kredi, edhe po shpresoj me lasa. Edhe unë e kredi për Peugeot. E pas këm një të përbashkët. Për ndryshe. Ka ndodhë shumë shpesh më kritiku tiktokerat kër janë bu pjesë e Big Brotherit. Vëmendjen që e përmanim edhe ma herë të sa e posh, se cilën video e kim bi 300.000 views, kryesisht 300.000, 400.000, 500.000. Ai është TikToku profesion edhe ashe tiktokera si njerëz adekuat për me hi formatin e Big Brotherit? Mendoj varet edhe prej qëllimit, varet prej çka ata shtyjnë përpara, se nëse është kontenti që shtyjnë përpara vlerat mira, pozitivitet, mirësi, mendoj që po, ja vlen, pse jo, se Bigu i duhet edhe që kjo anë, mendoj. Unë veç se jam fan se Bigu të këshyri çdo herë, çdo edicion, e sidomos ky edicion, mendoj që pak u mbush toksitet, pak një farë energjie jo shumë të mirë. Kush përshpërnda ma shumë energji? Vallani, Ljavi. Ljavi, hes më pëlqen. Regja? Po, nuk më pëlqen. Prej se ka hyu ai diçka Bigu s'është në to. A duhet edhe një lojtar i tillë Bigut për dinamika? Si unë? Si është në standardën, po si Ljabi, si toksiteti i ti? Nuk e di, ndoshta jo me qëtë lojen që është e bu Ljabi, jo. Se ka dhe të tjerë, mendoj, po jo. A kish mjaftu zhurma e fjollës? Ndoshta po, fjolla i shkona është e mjaftueshme për nga që kjo anë, edhe Alba. Edhe Alba. Po, edhe Alba. Që pa dyshim janë 2 lojtare shumë të forte, edhe janë, e vërtet. Vetë se së shumë pëlqen loja atyre. Është shumë e zhumshme, nga njëherë den edhe me të irritu, ashtu si publik. Loja kujt pëlqen ma shumë? Klodrimet. Klodrimet, do më thane për shumë dhe lëndrimet. Po, ma shumë lëndrimet. Më pëlqen shumë energjia ti. Është shumë interesant, sepse nëse shohim lëndrimin, se lëndrim na pëlqen gjithve dhe ka lojnë fantastike. A nëse shohim Klodin si Klodi,
është një gjallë zgjut, po prap nuk e ka atë vëmendjen si vërtet. po bashkë e boj një dua fantastike. Një kimi shumë mirë. Tepër të mirë. Mirë, e ke po ambron, rinë sa? Po. Se unë sinon e re nuk është që më i me këshyr çdo ditë, ma shumë me këshyr i veshprojmat, kështu që po, e kom palje. Po e nisim duke e zbërthyr pak zarfin e hen. Çka ndodhi mbra me zarfin gri? Për shkak që banorët nuk kanë marrë vesh, po thëmë, kështu nga paralajmëri, nga shpesh herëthirje që ka bo Alaudini në prajme, që me u kujdes që mos me përdor gjuhë fyese, tegër, denigruse, krejt banorët kanë shku në nominim. Do më thonë nuk ka pas fare nominime nga vetë banorët se kush cilin për nominon. Kjo është penalizime. Kjo është penalizime që ju ka bo. Krejt, Po që në nominim... Që e drejt me tonë drejtën, a di shysh sepse mundë me matë kush e ka të blu, kush ma pak e kush ma shumë, për me njanë shumica prej tyne, ka pas momente që ka neskalu dhe ka folë të lifar fjale, gjana që nuk janë fort kanë shumë. Po besoj që vetëm ata që kanë përdorur këtë fjalë nuk do të largohen nga ky eliminim. Për vatë të mira apo për vatë të keq. Nuk mund të jeti drejt për dikë tjetër që ndoshta s'ka përdorur gjuhë. Edhe që në këtë nominim total të shpisur nuk e di kush është e dim kush është më i dopt, po nuk është një person si gjithmonë është ajo. A është ai personi, a janë ata personat të cilët kanë përdorur gjuhë të tillë që mund të largohen nga shtëpia nga ky nominim? Jo, se shumica ju gjujtën, po thom, Albës, për shkak teje, edhe për shkak të fjullës më shumë, menoj që ka ardhur kjo, Labit edhe Klodit, po këta 4 persona nuk janë as pak të rrezikuar. Janë më shumë Sasa nashta, kushtrimi, Hygjerta, Jasmina. Kjo. E për Jasminën se di, së më duket pak e gjallë. Nuk e di, mendoj, po atë fundit që kanë hy, janë ma të rrezikum. Po si zakonisht të rëndom. Megjithatë dhe Arditi mund të jetë i rrezikum? Ndoshta. Se di, ose mendoj që donë publiku me mbajtë edhe pak Arditin. Po, qysh po shek këtë zarfin e hend? Si të drejt, a është dashur specifikisht të jetë vetëm për ata banorë që kanë qenë të zhurmshëm dhe kanë përdor gjuhë të tilla apo dhe sjellje të tilla? Po, ndoshta më mirë të kishte qenë për shata persona që me marr pak një flag, një flamur, po ndoshta edhe që u bu për krejt edhe ma interesant, se i dhes ndoshta krejt pak me kuptu që okej, hajde për ndryshojnë lojën ose te kena pak parasysh ka të ndodhë. Sigurisht, sepse ndoshta e qetë në pak nominim edhe dikën prej banorëve që mund të jetë edhe më i heshtun. Edhe mos harrojmë javën tjetër kur ka qenë nominim, kanë shpërthy kushtrimi, ka shpërthy toni, kanë gjallë tepër shumë, kështu që nëse krejt janë në nominim ka shumë gjallë që Labinuti i ri. Kështu që adin mundet të bëmë nemi apo hajri, mundet me u kthjell pak ma shumë sepse mundet me u friksu. Kur jemi të toni nëse s'kete diçka. Po, jo kishte thonë fiks se ky nominim u kon i drejt, po çka s'u kon e drejt është kon rikthimi i tonit. Pse po mendoni që rikthimi i tonit nuk është e drejtë? Pse janë hequr 20.000 euro apo pse s'ka diçka tjetër për të dhënë lojës? Jo përpara, po edhe që nuk ka shumë për çka me jep lojës, edhe që përderisa gjithë banorët janë kundër edhe dojnë që loja me vazhdu fair, që një person mos me u kthy edhe pse është një gjë që e lejon Big Brother, sepse është bua edhe në Shqipëri, është bua edhe në Big Brother atje. Po, s'është hera e parë që rikthehet dikush se po konsiderohet tragjedi e madhe pse dikush ka dalë, ka marrë informacion edhe është kthy, është diçka që e lejon vetë Big Brother, po që nuk është e drejtë sepse s'ka qenë ai super lojtar. Ose tjetra që po them se ka qenë sforcuar nga një audiencë jashtme e etiketuar për ta. Shumë e vërtetë Bileja bëj që në momentin që u kthy banorëve nuk e dinin çfarë u bë jashtë për mua. Unë s'di i ka po. Jo, lumë të bëmë shmrana, ata që i këpët në kam të duhet për ta. Ata që kanë kajt janë brenda asaj shtëpie, jo jashtë. Që ajo pjesë u kun shumë fani. Në qysh po do këtë rikthimi i tonit? Interesant, veç se mendoj që janë pyet njerëz të gabum për me rikthy, këtë rast Benita, Arditi. Ndoshta dikush tjetër që s'ka pas çaq pëlqim të madh për tonin, edhe i shkon shumë më interesant, ai me qenë përballë atij vendimi, po edhe me i lun këta tjerë më ambush mendjen ndoshta, se patjetër që Arditin, Benitën edhe Labin me i pyet, patjetër që kishin më thonë po se kanë tu dek për to. Që si di, mendoj më interesant i shkon nëse kishin pyet dikon tjetër. Ama din çfarë shkon edhe më interesant, nëse kishin thonë toni kthehet, po del në nominim me juve të treve.
që ajo e shkon. Unë qëta e mendova kur i qëtëm për balë. A kishe pranu, po, është herë ferë se po e sakrifikon edhe vetën edhe po bën lojë interesant. E jo, po nejse, çmimi ashtu kështu, çdo vit po thuaj se lëviz edhe përderisa ide ka shëtëzumunet edhe çdo tjetri. Unë e pash një reagim shumë të madh për kthimin e tonit, pse kur deli banorë, shtë kanë reagu familjarët, po them gjithë familjarët. Kushtrimet për shkakun ka pas, që kanë reaguar dhe kanë thënë që nuk është e drejtë ndaj kushtrimit dhe votave të tij. Ka pas edhe të tjerë njerëz që kanë reaguar familjarë të tjerë. Edhe njerëz duhet me kuptu që Big Brother nuk është veç me pa diçka edhe me u kënaqë. Është diçka që përcjell emocion, qoftë edhe nervoz, qoftë edhe, po them, rage bait, qoftë edhe që jo faktor toni, Adin, sepse mendoj që për shembull mas u rikthy goxha shumë te Liona, mas ne apo u faktorizua te Liona se Benitës. Informacione të jashtë. Mos më thuaj që tash po i kapet e Lionës se Po, u rikthy domethënë kështu ka Adin njëroj kuptuar që Liona është favoritja është favoritja e publikut deri tash saktë, edhe veç Adin që domethënë veç me Benitën e marrë një farë distancë dhe veç filloi llafin, të e bë pyetje, të i ka dhënë gjana e Lionës. Me një herë Adin kështu do që si me pak diçish më dhem Benita, se sa do që munohet për dikon prap nuk është e zgjedhura e askujt. Për fat të keq, sepse nuk është në disa raste kam që nuk është person i keq. Për shembull kur u qumë mbrojt Bian, kur ka mendu Benitës që e kemi pa në për intervista që u dok shumë agresive, shumë e vrasht. Benita më duket edhe nëse kishte dalë mbrapa me nanën e saj, e ka pastrua ose ka kryer atë mision që ka pas për shkak se ka treguar që është një vajzë shumë e mirë. A keni diku në Bullgari? Patjetër. Kena mësuar vetë që po het. Çu do këtë Benita? Nuk e di, pak më dhimbsët që pa marrë parasysh bukurisë edhe krejt që ajo shfaq, po flas nga ana jashtme, ka shumë pasiguri. Edhe për këtë sa ndina shumë keq, se shoh sa shumë sytë e saj, sa shumë xhelozi tregojnë kundrejt Elionës ose se di, pak është ndihmëse që edhe mu më dhimbse sepse është e pa besueshme ai moment me u bë momenti më viral i Benitës që është një super vajzë, super bukuroshe, mu bë viral. Xhelozia, shikimi me xhelozi tu e hangër e po, edhe vazhdimisht është ashtu gjithmonë tu e shikuar Elionën, pse çka qyshtek, pse çka po bën, mos jepni asaj vëmendje, pak s'ka nevojë me bu lojën me dikon tjetër, edhe pse jo me vazhdu përpara vet. Ama dje është shumë interesant sepse po në çështë kemi pa nëna vetë ka vizituar dhe ndër të tjera ka kërkuar Benitës me dal prej këtij formati me arsyetimin e shëndetit, edhe që ka nevojë për të, po Benita refuzoi. E ka ditë që nona është mirë, sepse edhe na i thatë një ty të nkullë. Kështu që mirë ka bu nona që s'ka bo ma shumë presion, sepse vajza aty e saj është me një mision brenda. Dhe mirë që ka qëndru. Unë do të pak të falli. Mëstanin, jo, nuk e di, është pak e ndishme kjo situatë menoj. Se nëse vishë se kishtë qenë e vërtet, kjo ona që nuk është mirë me shëndet, le themi, mendoj që i kishtë ra shumë pishmonë nëse kishtë vazhdu me nejtë. Se është nona, dhe dyqysh me qato fjallë që ajo doli, se tash jo krejt kemi raport mirë me nonën që është njëri ma i shenjë nështë, po Benita ka të regu që ka një raport shumë të mirë, shumë të shenjë. Edhe, po, do shta e nje, edhe e kuptoj që se kontë është për një me, po, se di, menoj që kishtë dash me pas ma shumë dyshime, që mos është diçka që... Po se ka një mjaftueshëm Benitës, po thu hipotetikisht. Nështë jo, se di. Mendoj që kishtë do është me konsideru pak ma shumë nonën e vetë, pa marë parasysh ajo shumë tension tregojke edhe u vrejke që e ka një mos pëlqim shumë të madhë, kështu që se di. Ta shumë po flasë si nonë që jam. Vë të kuptaj. E unë si nonë që s'jam mendoj që është kam pak keq me ju përzi në lojë. Unë si nonë që jam, unë nonë që s'jam. Që shmërë, unë nonë nuk jam. është dashtë Benita, po me është dashtë mos me ju përzi shumë në lojë Benitës. Kjo është shpesh herë po reflekton mbi vetën, ne kemi po me Albin ka reflektu prapë. Mendoj që këtë pasiguri po ja ka jep edhe nona asaj. Për qatë, kjo sen edhe u komentu. Ndoshta i ka ndajt shumë, i ka qëndru shumë afër ose është mundu me projektu Benitën që është dalë, sepse nonës vetë nuk po i pëlqen Benita që ka po bën brenda dhe për drisa s'po i pëlqen, nuk kupton që tjera pritshmëri për vajzës, apo jo?
Tash nëse Noel më analizohet në këtë aspekt, se është shumë e zakonshme. Nonat shqiptare kanë pak Po, shumë e zakonshme, nështë edhe nona e dhe nona e Cecilit pret diçka tjetër prej nesh. Pikërisht edhe kështu komentu në rrjetet sociale Gunxhës, që me aq pak minuta sa që ndroi në shtëpi, u shfaq shumë kontrolluese ndaj Benitës, qoftë për sjellje, okay, mundet me ndodhë diçka që nuk të pëlqen, po pastaj edhe për alkool kur ja përmendi, e mënyra që shkrejt kohës. Ato kanë të premë. I tha, ja ke fillu sa pak me pi alkohol, dhe e vetë të cekli pak, që nashta, ose nashta është, Benita është një person krejt tjetër jashtë shtëpis që nona vetë nuk e një dhe ka rasti mu njoftu brenda në shtëpi, ose janë disa limite që nona e ka vendu gjatë krejt tjetës edhe Benita thjesht po shlirohet në ashta prej që atyne. Ashtë mirë në 7 milion prej kësaj që po e shoj milion fëmit me unë njoftu me realitetin, edhe milion fëmit me u shprej në mënyrë që me pas afërsi të vërtet me prindrit. Apo mos me pas barjera, me pas një shoqni që me ditë nona që të e pen do njëherë dhe një godë ven. Menoj, këto e kufizon mas shumë të publiku. Njerës të tjerë, së najnin shumë që ka thonë njerës të tjerë për fëmijët e tonë. Ose, mendoj, nona e Benitës u ardhë me shumë komente të publikut, edhe si ka pëlqy se, po besaj ajo një mirë vajzën e vetë, edhe si ka pëlqy njerës që ka pëthojnë për to, edhe ka hi me që ato het që po dhe alkoholin mëse pe, këto shumë sa në tjera. Që nuk është përmend asë njerë, Benita që përdor alkohol, nuk ka qenë që është përdor nga A më thonë që njëtë në gjë ka bu dhe baba i tonit. Edhe baba i tonit. Shumë keq. E pësku dalojnë që dy rasa, mi krasën, pak në anë me tjetërit, si pas të je. Dyjat mendoj që nga bim. Dyjat, veç fakti që jonë kunë supportus ose jo supportus, ata fëmijët e tyre kanë vendos me hi. Po mos harrojmë që këto është një diferencë edhe në moshë. Benita është vetëm po, dhe ajo pjesë, shumë e kontrolluar, jo e martuar një herë me dy fëmijë dhe e ndarë, domethënë jo me këtë eksperiencë, që ato po përmendje dhe besoj që është shumë më e bresht si karakter, krahas tonit, i cili një djalë e ka kryer dhe një mision tjetër së tij ndoshta. Po, e vërtet. Veç se mendoj që edhe prindrit do të me pas një limit sa përzihen në jetën me fëmijëve ty. Po flasë unë me qitë logjik, nisëm për me rritë qikën tëm, sa do fështirë, po, e mendoj, vese e mendoj që kam qenë me konë pjesë e jetës saj, edhe mendoj të i qëndru ofër, ndoshta jo çdo herë ka me zgjedhë qka unë e mendoj që është ma mirë për to, po ma për para kësha pas qefa jem me bu që ato që ka po mendojnë që është e mirë ose e keqe për to, me gabu, jo me më dëgju mu, me një farë mënyre, s'pa ku që të cene e menoj prindërimin qësh për shikët ta. Shkurt më dëllit, adin që mund do këtë që në Big Brother i shojnë fëmijët e tyne, po dhe familjarët e tyne me një këndvërshim krejt tjetër, se sa që e mësumi pa prej jashtë. Dhe kjo është krejt normale, sepse për shambull që është azon, na jena me shëshnin tonë, që jena me kolegët, nuk jena dhe me familjen. Po më ne që familje du me konë të hapën që ka dalë, se nështë aqët anë qikës tem, të djallit tem, se kom njofë qatë shumë. Po ne kena komentu shpesh në këtë studio që nuk është mirë, one me prapi i rekna që sa ides, mu përzi që ka shumë familja në lojën e tyne. Si na të po vazhdim, çdo ditë reagon një familje. Çdo ditë, nuk jam të egzageru. Çdo ditë. Po harrojnë që ata janë aty në një lojë të ke fëmijët, edhe kanë më u komentu, më u sërkomentu, shpesh të ndoshta edhe më u kritiku, po prapë si kemi zgjedhë me na drejtu shtetin, po me na argëtu në Big Brother. Qaj, shumë e vërtet. Ama nana Benitës se begenisi kushtrimin ma shumë se sa tonin, që kjo ke di në vete. E qka, apo i themi ati mentalitetit që përsëri prindrit me zgjedh për qoftë për djallin apo vajzën. Unë e këmë thonë edhe ma herët kërë diskuteshin temat e familjes e vjerës, ka familje që edhe ka prind që ende ju përzjenë dhe ja gjenë ose nuk ja pranojnë vajzës apo djallit dikon të përshtatshëm ose të pa përshtatshëm. Kështu që këto ndodhen edhe po i shumë edhe në Big Brother. Po më pëlqen që Big Brother po na tregon bash që shjemi na, ku na qëtë lomet. Realitet këta na, apo pretendojmë të rikthemi në atë kohë kur prindrit e kanë zgjedh gjallin ose qikën. Mendoj me gjeneratën e re, ka fillu me Uzbekjo,
po mendoj që ende ekziston, E ty patjetër. kush e ka gjetë bunin? Lidhja se. Ja, kom gjetë vetë. Tjera Ja, kom gjetë vetë. Jo, kom gjetë vetë. Ja kanë lyp dorën. Ama unë vesh të kuptoj, mrena që Big Brother, që se cili familjar që më vjen, janë të i bo qef me dikon krejt tjetër në loj. Shumë e çuditshëm. është shumë interesant, di se prapa është me pas atë tipin ideal dhe po më duket që nuk është që janë të i dash fort krijimin e lidhje me mrena. Edhe Benita për shkak ndër dira i tha nonës vet, unë e dita që një prej arsyeve që unë po don që unë me dal, është lidhja potencial që mund të pas me Tonin. Është shumë interesant se dyshysh prapë do nona e Benitës se kemë bo Benitën me kushtrimin, baba i Tonit dhe kemë bo Tonin me Elionën. Ai shoku i edhe që e patëm dhe i kemë Elionën e edhe në të lefar mikse. Zdi, nuk kam koment. Leni njerëz të dashuron se aty do të me pas diçka përveç pëlqimit të familjarëve tjerë, do të me pas një shkëndi, fillimisht për me arrit. Kemë edhe shkëndien kjo drimi. Po, ata, një shkëndi e pashuar dhe shpreson që nga me qenë e tilë deri sa ta përfundojnë udhëtimin. Po kalojmë të një dinamik tjetër, Edi Fjolla. Qysh po i sheh Edin dhe Fjollën dhe këto dinamikat që ata i kanë mes vete? Veç menoj që sa komojt me pa që foli Edi të në kohën e ka një farloj pëlqimi për femna që janë ma të buta, nuk flasin shumë. Fjolla është e kundërta që asaj. Fjolla ja thot fytyrë, po ja thot ashpër, ja thot shumë. Edi vrehet shumë që e krijon e shpreh një mospëlqim ndaj femnave që bërtasin ose diçka. Po menoj që si di, Fjolla, është të e tregu vetën, s'po janin as pak. E kush ka drejt në këtë mes Edi dhe mes Fjolës? Jena aty po debatet vazhdueshme, shumë shpesh që na afru shumë afër fizikisht, është dash njerëz të tjerë me ndanësh apo thon kushtimisht. Kush ka faj? Kush është fajtor? Edi apo Fjolla? Si di, nuk u mujt shumë mirë me gjyku, me tregu drejt. Unë e afër shumë i tensionuar, shumë i ashpër. S'ka mujt mi pa, se krejt kohën janë çështo, nuk më momentin që ja nisin këta dy me fol të dytë janë shkojnë në ekstrem shumë edhe duket si mi pas që të përballë tu kap. Kështu që Aq shumë zhurmë janë sa s'kupton. edhe në fund nuk dihet nuk dihet as ku ka nisë, as çka ka ndodhur, as gjeniza. Nëse është ditëlindja e Dolçës, po që nuk është arsye fort që s'ka ndodhur ajo gjithajo. Kështu që është një konkurrencë në mes të dy banorëve shumë të fortë që pretendojnë fitore. Unë menoj që popë dhe ndër të tjera është tipi personalitet, adin Edi gjithmonë ka kallzu këtë djalin e fortë, adin këtë burrin, adin ta tregojnë burrin, burrin shumë të fortë, në anën tjetër Fjolla ka tregu adin ato që si tutë kërkuna, ki po, në e dina shprehjet e saj, që letu mdalin theke s'ka birë në anën theke qoni tut na Fjolla, adin e menoj që është e qasaj kush kuna pi tutet. Ama dje Edi i tha që ti nuk je shembull një fem në ideali një çikës, një grua si ideali Fjollës. As Edi më shumë gjatë po mytën këta djemt në Big Brother e përkufizu femnën shemë. Ani Ludo, që ka dalë dje video, tu bo fillera Ludo vetë, pra ka qarkullu një video online, që nuk e di akuzona, po një qata se kemi si pojme, se s'kena akuzohet me pas, po literalisht po pa gjak edhe ke cenzurume me dëgjona, ka bo ndërhyre para se marrë njëti djallë, të ftyrën, krejt ftyrën e ka bëtak së fillera. Cenzurume thash mos në e pjesë tjetër trupit. Na, ama jo, që ka më thonë është ironike, për shambull, këta njerës që shesin moral, jenë njerëzit që nështë jashtë jetës masë shumë ti, vetë bojnë mëkate, për dhe më kushtimisht, sepse nuk mund është më shku me kritiku bijen që ka shumë tatuazha, shumë ndërhyrje, kur ti vetë si një burë shqiptari, cili po i rekë gjërave tradicionale, je shku ke bu qa shumë ndërhyrje. E ka të regu edhe në primin e ka luar të premten, Dolçe që ka shumë fillera, Ludo, që ka a ka në emër të vërtet? Ludo King. Ludo, po ma kujton... Ludo King, bo dhe i tha, nuk e di ku që ka në Fjolla të ndogët. Po aju bo, në fakt me një anë, Alba u bo argati ti dhe e tha vetë, i tha që unë jam shumë okej me qenë këni deri grupit tonë. Edhe që shumë e që Alba... Çfarë mendimi ki për Ludon? S'ko mujtë shumë me po lojën e ti, me ju tregu drejt. Visë sa e po është dje, pak si pak nashtë prej lojave të individave tjerë, që u doke pak e çuditshme se cili e ka lojën e vetë në funditës. Kështu që, si di, nuk është që më pëlqej shumë loja ti diri sa e po është dje. Pak... Edhe për ndryshe kanë qarkullu prapë do video online, ku këve që ju afrohet fyra publike dhe i lutë me bu një fëtë. Nuk i dja këni mujtë me i poqë ato, por nuk është që i ka shështi, nëse ke qenë njëtë ambient me ta. Shok
me Kim Kardashian edhe veç mu që kam ka befasu në prime, fa qysh pe krasa, një Kimin me Bia, na din kusho Kimi na e di. Për të njëjtin sa një mbot famë. Është shumë e famshme Kimi, as për të njëjtin sa një, sepse dallon shumë OnlyFans me atë që e kemi po publikisht të gjithë, po zë që tjetë po, Kimi është një prej vajzave ma me influencë në botë, por nuk mundesh te me thonë, a din kush është Kimi, veç pse është me famshme, me krahasu që punën e ngjashme, apo pak a shumë mundet me pas Bia, ani pse jo famën e Kimit. Qysh është që të mendem, që ti po i kategorizon? Po jo, s'është nevoja me bo qatë krasim as pak. Bia qysh e Bian? Bia Bi. Qka Qa bjen kjo? Bia karakter interesant, nuk e di, ashtu e ka një... Mu nuk më pëlqen. A menon që ka pas marrëdhënie seksuale mes Edit edhe Bia, sepse po flitë për disa prej banorëve mrena shtëpisë? Përbes nuk e di, nuk është që e kom po dhe s'muj me gjyku pa e po, ose pa e... Kështu që nuk e di. Bia e ka full këtë sen me banore dhe është distancu prej Edit. Nuk e di nëse i keni pa disa video virale ku ajo ju thot banorëve tjerë që nuk... Nuk po përshtatën, okej? Nuk i pëlqen fiziku dhe nuk i përmbush kriteret e saj tek një mashkull nga pjesa e poshtme. A është kthy tek Dolce, Edi? E po më dje pak si bashkë, po as Dolce me sa duket nuk... Edhe ajo është distancu, tash pse ende nuk... Vetet me u pa. Vetet me u zbu. Unë e kom një pyetje për Inesën. Ines, në një video të fundit që ka çarkulluar virale, ti ke bu kërkesë me hyrë në Big Brother. Do të thonë literalisht ke bu tag Big Brother Web Kosova dhe ke thonë po du me qenë banore. A na kallzon pak çka është mbrapa kreqës saj? Jo, nuk më buaj gore, është shumë për një me. Po se kam një qëllim mbrapa saj, nuk është që po du me i për shef, nuk është që është gjithçka për mu për me tregu veten, është ma shumë një mision. Unë së fund me ku marrë një kërkes nga regjisorja Sierra de Shishko, që e ka bo dokumentari Një Dhomë. Dokumentari ka një mision për me mbledh disa fonde për 8 familje në Kosovë, që janë një gjendje shumë tronë ekonomike. Edhe sidomos një vajzë e vogël që tregon fund se dëshira saj është një dhomë. Edhe një më prek shumë nga ky rast, edhe për shkak që e di që audienca jam prej momentit kur më ka përmend kushtrime dhe lëndrime në Big Brother, fillon lëndrimi me këcy dhe kushtrimi thot jetu këcy se një vajzë në TikTok që e do njerëz, edhe lëndrimi thot Rinesa, dhe i thonë po. Prej ati moment unë jëmë konflajt e di edhe ma kanë qu krejt njerëz atë video, ashtu që wow, të kam përmen Big Brother, pse s'po hen. Po normalisht nuk është që e kom mendu najherë, se e kom vajzën e vogël, po kom kërku si mundësi veç për shkak që ti qëllimi, që nëse unë buna pjesë, këtë rast ja plësoj dëshirën audiencës mu bu pjesë e Big Brother për 3 ditë, prajmë të shtu në dile tonën, prajmë i prajmë të zëtë tonës, veç për shkak që Big Brother ka një audiencë shumë të madhe dhe di që ato funde ishim mbledh me njëherë, kështu që po, me mision për me ndimu 8 familje, kësha pas shumë qef, me mu dhu mundësia me hy, po dhe me bo show, edhe mi dhon pak energji pozitive shpi, se i mungon. Po, s'të kishin lënë me dalë, sigurt. Po që edhe ka gjana të tilla që janë bë më herët, për shembull pikturat e banorëve janë shit edhe mandej ato para kanë shku për bamirësi, kështu që ndoshta një gjë e tillë më ndodh kishin. Mendoj që ishte shumë interesant. Shpresoj shumë. Meqense jemi krejt në fund shpejt, çka ndodhi me Elionën dhe Edin? Ka diçka me styre nga jashtë që po dyshohet? Na vetë se kemi komentu këtë pjesë edhe pak ma herët, sepse kanë qarkullu disa informata online që këta jenë taku, por djena e pam që asjoni nuk janë jo fajtor, asjoni nuk janë fajtor. Se janë të gatshëm me folë më shumë? Nuk janë të gatshëm sepse këta kanë shantazhu njëri tjetrin. Për shembull Eliona ka përmend që ka screenshota që i ka lënë si. Në anë tjetër Edi ka thonë që unë kam informata për ty që kemi folë. Pra është një farë ngare njënit mes tjetrit. Por që... Zgjodhen me rujt njëri tjetrin, edhe mas jo njëri tjetrin, ma shumë menoj vetë vetën, sepse nëse veç i hishin këtyne punës të shantazheve, të dyve kishin dalë gjana jo të këndshme. Ta janë taku me një kafe, që unë nuk e di adim se i zhjallë me konë qatë sekret, nuk është kur gjo keq. Unë po më çudit që kjo fakt që po mundohen shumë i mshef dosenin, pak po harrojnë që jënë Big Brother edhe publiku me nëzispret, me i qitë krejt në pa, krejt gjonat. Po më çudit sa mirë pe gjenë guximin që mi mshef, jo s'kemi fol, jo s'kemi pa, edhe mas andaj veç kur po dalim fotot edhe po e tregojnë të vërtetën. Mirë, faleminderit shumë Rinesa që ke qenë së bashku me ne, uroj takohemi përsëri me gjëra të tjera. Blerina Algon, faleminderit. Si gjithmonë.